Dritat e studios së primejt u ndezën me atë shkëlqimin e fortë që nuk të lë vend të fshihesh. Muzika hyrëse sapo ishte shuar dhe banorët rinin ulur në divanet përballë njëri tjetrit me buzëqeshje të sforcuara. Por nën atë qetësi televizive zjente diçka tjetër. Publiku në sallë përshpëriste, kamerat lëviznin nga një fytyrë në tjetrën, sikur prisnin shpërthimin. Olta rinte me shpinë drejt, me një shikim të ftohtë nga ana e Benitës. Prej ditësh e kishte mbajtur brenda një mllef që nuk po e përtypte dot. Fjalët e Benitës kundër Elionës dhe Klodit i dukeshin hipokrizi e pastër, dhe ajo kishte vendosur t'ia thoshte në sy, aty ku nuk kishte shpëtim. Moderatori sapo hapi temën e javës, marrëdhëniet, akuzat, vijat e kuqe. Nuk kaluan as 2 minuta dhe Olta kërkoi fjalën. Unë nuk mund të rri më e heshtur, tha ajo, duke u kthyer drejt Benitës. Ty duhet të vi turp për fjalët që ke thënë këtu brenda. Në sallë u dëgjua një murmurim. Benita ngriti vetullat, e befasuar nga sulmi i drejt për drejt. Për çfarë turpi po flet? Pyeti ajo. Olta u përkul pak përpara, me një siguri që e kishte vetëm kur ishte e bindur në diçka. Ti akuzove Elionën se po prish një çift, se po i futet Klodit në shtrat, se po luan lojë të pis. Por harrove diçka, ti vetë ja ke shprehur Klodit dashurinë. Fjalët ranë si rrufe. Kamerat u fokusuan te fytyra e Benitës që u zbe. Nuk është e vërtetë, tha ajo me zëmë të ulët. Është shumë e vërtetë, vazhdoi Olta pa ju dridhur qerpiku. E ke thënë me zë, e ke thënë me gjeste, e ke thënë me xhelozi. Dhe tani po e luan rolin e moralistes. Publiku filloi të duartrokiste me gjysmë zëri. Klodi uli kokën, Eliona mbeti e ngrirë, Benita u përpoq të mbrojë. Unë kam folur për ndjenja njerëzore, jo për intriga. Jo, ja preu Olta. Ti ke bërë pikërisht atë për të cilën po e kryqëzon Elionën. Dallimi është që ajo nuk doli të gjykojë askën, kurse ti po. Tensioni u rrit. Moderatori tentoi të ndërhynte. Por Olta ishte e vendosur ta çonte deri në fund. Ti dole këtu në prime dhe i vure vul një vajze, e quajtë shkatëruese çiftesh, kur në të njëjtën kohë i ke dërguar sinjale Klodit. Kjo është hipokrizi, Benita. Dhe po ta them në sy që të dëgjoj gjithë Kosova. Benita ndjeu faqet t'i digjeshin. Ajo nuk e kishte menduar kurrë se dikush do t'ia përplaste kaq hapur. Unë nuk kam bërë asgjë të turpshme, tha, por zëri nuk ishte më i fortë si më parë. Olta qeshi me ironi të lehtë. E turpshme është të gjuash gur kur vetë je prej xhami. Disa banor filluan të lëviznin të parehatshëm. Klodi kërkoi fjalën, mos më fusni mua në mes, tha ai. Ndjenjat nuk janë krim. Pikërisht, ja ktheu Olta. Prandaj mos e kryqëzoni Elionën. Eliona për herë të parë ngriti syt me mirënjohje nga Olta. Benita e ndjeu se terreni po i rrëshiste. Unë kam folur nga ajo që kam parë, tha ajo. Ndoshta kam gabuar në mënyrën si e thash. Jo ndoshta, vazhdoi Olta. Ke gabuar rënd. I ke vënë vul karakterit të një vajze në televizion kombëtar. Në sallë ra një heshtje e rënd. Fjalët e Oltës kishin peshë, sepse nuk ishin britëm, ishin akuzë e artikuluar. Benita filloi të reflektoj me zë, ndoshta jam ndikuar nga emocioni i lojës. Loja nuk ta jep të drejtën të poshtërosh dikë, tha Olta prerë. Debati vazhdoi gjallë. U rikthyen pamje, u analizuan momente, u dëgjuan deklarata të vjetra. Sa më shumë flitej, aq më shumë dilte në pah kontradikta e Benitës. Ajo e ndjeu veten të zhveshur para të gjithëve. Për herë të parë nuk ishte ajo që akuzonte, por ajo që duhej të përgjigjej. Unë nuk e urrej Elionën, tha më në fund me zë të thyer. Ndoshta kam folur nga xhelozia. Kjo fjali e ndryshoi klimën. Olta uli tonin, këtë duhet ta kishe thënë që në fillim, tha ajo. Jo ta maskoje me moral. Prime i vazhdoi, por momenti mes tyre mbeti kulmi i natës. Publiku e komentonte, opinionistët e analizonin, kamerat nuk u ndaheshin fytyrave. Kur dritat e reklamave u ndezën, Benita u ul më e vogël se kur, Olta mbeti e drejtë, e bindur se kishte bërë gjën e duhur. Eliona mori frym më lirshëm, sikur dikush më në fund e kishte mbrojtur. Ajo përplasje në mes të primejit nuk ishte thjesht debat mes dy vajzave. Ishte pasqyrë e asaj që ndodh kur fjalët thuhen pa menduar dhe kur e vërteta të përplaset në sy pa mëshirë. Dhe nata e Big Brotherit e dëshmoi edhe një herë, në atë shtëpi, askush nuk mund të fshihet pas maskave përgjithmonë. Shtëpia atë ditë dukej më e ngushtë se zakonisht.
Muret e bardha, që dikur dukeshin neutrale, tani krijonin ndjesinë e një labirinti ku çdo hap dëgjohej dy fish. Alba ecte nga salloni në kuzhinë, nga kuzhina në korridor, me një nervozizëm që nuk po e fshite dot më. Prej ditësh ajo ndjente se treshi lëndrimi, Klodi dhe Eliona, po e largonin me qëllim nga çdo bisedë, nga çdo cep ku ajo përpiqej të afrohej. Nuk ishte thjesht ndjesi. Sa herë ajo ulej pranë tyre, biseda pritej. Sa herë hynte në dhomë, dikush gjente arsye të largohej. Ajo filloi t'i ndiqte jo nga dëshira për t'i provokuar, por për të kuptuar çfarë po flisnin që nuk donin ta dëgjonte. Atë pasdite gjithçka shpërtheu. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit ku treshi po bisedonte me zë të ulët. Sa po e pan në prag, lëndrimi u ngrit dhe, pa thënë asnjë fjalë, mbylli derën. U dëgjua klik, u i tha të i bravës. Alba mbeti e shtangur. Hapeni derën, tha ajo nga jashtë. Asnjë përgjigje. Ajo trokiti sërish, më fort. Nuk keni të drejtë ta mbyllni derën. Kjo është hapësirë e përbashkët. Nga brenda u dëgjua zëri i Elionës, na lër rehat pak, Alba. S'po të bëjmë gjë. Por pikërisht ky ishte problemi, po i bënin diçka që rregullorja e shtëpisë nuk e lejonte, izolimin dhe bllokimin e hapësirave. Alba u kthye në sallon me hap të rënë. Kamera e ndoqi çdo lëvizje të saj. Ajo fliste me vete, por në fakt fliste për publikun, për produksionin, për çdo që po e shite. Kjo është përndjekje ndaj meje, tha me zë të lartë. Më mbyllin dyert, më bllokojnë hapësirat, s'më lën të ulem askund. Hygerta e dëgjoi dhe ju afrua. Çfarë ndodhi? Po ndodhi ajo që po ndodh çdo ditë. Unë afrohem, ata mbyllen. Si të jem armik, jo banore. Tensioni u përhap në gjithë shtëpinë. Klodi doli nga dhoma i acaruar. Mos e dramatizo, Alba. Thjesht po flisnim. Po pse e mbyllët derën atëherë, ia ktheu ajo menjëherë. Çfarë fshihni? Lëndrimi ndërhyri me një ton më të ashpër, nuk po të përndjek njëri. Ti je ajo që na ndryja. Ek hap pas hapi. Fjala përndjek ra si bomë. Alba u prek thellë. Unë jam këtu si ju. Kam të drejtë të jem në çdo dhomë. Debati po merrte për masa që askush nuk i kontrollonte dot më. Banorët e tjerë dolën nga kuzhina, disa për të qetësuar situatën, disa thjesht për të parë spektaklin e radhës. Dhe pikërisht në atë moment u dëgjua sinjali i njohur i shtëpisë. Zarfi i zi. Salla u mpak. Çdo herë që vinte zarfi i zi, dijej se loja kishte kaluar kufi. Alba ishte e para që foli. Ja pra. Këtë po ju thosha. Vëllai i madh, me zërin e ftohtë dhe zyrtar, nisi të lexonte rregullin. Bllokimi i dyerve dhe i hapësirave të përbashkëta është i ndaluar. Çdo veprim që izolon një banor ose e pengon të lëviz lirshëm në shtëpi konsiderohet shkelje e rëndë dhe rregullores. Heshtje e plodh. Eliona uli kokën. Klodi kafshoi buzën. Lëndrimi u përpoq të duke i qetë, por sytë e tradhtonin. Zarfi vazhdoi. Çdo përsëritje e këtij veprimi do të sjellë penalizime individuale dhe kolektive. Albana. Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brotherit dhe dritat e verdha të sallonit krijonin një atmosferë të butë, pothuajse intime. Banorët e tjerë ishin shpërndarë nëpër dhoma, dikush në kuzhinë, dikush në obor, ndërsa Klodi dhe Eliona kishin mbetur vetëm në divanin e madh. Prej ditësh mes tyre kishte diçka të pathënë, një bisedë që të dy e shtynin, por që po rëndonte sigur mbi gjoks. Klodi luante me gishtat, nuk e shikonte drejt në sy. Eliona e ndjente që ai po mblidhte guximin për të folur. Ajo e njihte tashmë ritmin e frymëmarrjes së tij kur ishte nervoz. Duhet ta sqarojmë një gjë, tha ai më në fund, me zë të ulët. Eliona nuk u përgjigj. Vetëm pohoi lehtë me kokë, unë. Të kam thënë diçka këtu brenda dhe nuk dua të duket sikur po luaj me ty, vazhdoi Klodi. Po të mos isha i lidhur jashtë me atë italianen, ne të dy do ishim bashkë. Ta kam thënë me zemër, jo për lojë. Fjalët mbushën hapësirën mes tyre. Eliona ndjeu një therrje të lehtë në stomak. Ajo e kishte pritur këtë bisedë, por kur u bë reale, tingëlloi më e rëndë. Ti më ke dhënë shpresë, Klod, i tha ajo qetë. Më ke dhënë fjalën. Nuk ishin thjesht muhabete kot. Ai e ngriti kokën dhe e pa drejt.
Në sytë e tij kishte pendes, por edhe sinqeritet e di. Dhe nuk pendohem për atë që ndjej. Por kam një lidhje jashtë. Kam një realitet tjetër atje. Eliona buzëqesh i hidhur. Edhe unë kam një realitet. Familjen time që më shet çdo natë. Më kanë thënë, më mirë të jetë shqiptar, më mirë dikush që e kupton botën tonë. Dhe unë të besova ty, fjala besë qëndroi në ajër si diçka e shenjtë. Klodi u përkul përpara, mbështeti bëryllat mbi gjunjë, nuk kam dashur kur të mashtroj. Nëse do isha single, s'do mendoja 2 herë. Do ishim bashk, këtu dhe jashtë. Eliona ndjeu lotët t'i vinin, por nuk i lejoj të dilnin. Ajo nuk donte të dukej e dobët para kamerave, para ti, para vetes. Problemi është se ti nuk je single, tha me zë më të fortë. Dhe unë nuk dua të jem vajza që pret në hije. Klodi u ngrit dhe filloi të ecte ngadalë para divanit. Duke i humbur mes 2 botëve, asaj që ndjente dhe asaj që kishte lënë jashtë, familja ime gjithashtu pret diçka nga unë, tha ai. Ata e njohin atë vajzën. Ka vite që jemi bashkë. Nuk është e lehtë të presësh gjithçka me thikë. Po as me mua nuk është e drejtë, ja ktheu Eliona. Më afrove, më dhe fjalen, më bëre të mendoj për një ne që ndoshta nuk ekziston kurrë. Heshtje, nga kuzhina u dëgjua zhurma e pjatave, por për ta bota ishte të kurrur në atë divan. Eliona filloi të tregoj se si e kishte përjetuar ajo gjithë këtë afrim, shikimet e vogla, xhelozitë e heshtura, mënyrën si ai e kërkonte me sy sa herë hynte në dhomë. Unë nuk jam vajzë që luaj me ndjenja, tha ajo. Kur ta jap besën, e jap me shpirt. Klodi u ul përsëri pranë saj. Edhe unë njësoj jam rritur. Fjala është fjalë. Prandaj po më vret kjo situatë. Ai i tregoi për netët kur rrinte zgjuar duke menduar si do duke jeta jashtë, a do guxonte të niste nga e para, a do kishte kuraj t'i dilte përballë familjes, traditës, zakoneve. Ti më ke trazuar krejt, pranoi ai. Nuk e prisja. Eliona e pa me butësi. Pavarësisht dhimbjes, nuk mund të urrente. Ndjente se mes tyre kishte diçka të vërtetë, jo thjesht histori për kamera. Unë nuk dua të jem arsyeja që shkatëron jetën e dikujt, tha ajo. Por as nuk dua të më shkatërohet e imja duke pritur një mrekulli. Biseda u zgjat me orë. Ata kujtuan ditën e parë kur ishin afruar, shakat, netët në obor, momentet kur gati ishin kapur për dorë dhe ishin tërhequr në sekondën e fundit. Klodi e pranoi, nëse do isha i lirë, do të zgjidhja ty pa frikë, pa kushte. Këto fjalë e prekën Elionën më shumë se çdo deklaratë dashurie. Por njëkohësisht ja bën plagën më të thellë. Faleminderit që ma thua të vërtetën, i tha ajo. Por e vërteta ndonjëherë dhem. Në fund vendosën diçka të heshtë. Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brotherit dhe dritat e verdha të sallonit krijonin një atmosferë të butë, pothuajse intime. Banorët e tjerë ishin shpërndarë nëpër dhoma, dikush në kuzhinë, dikush në obor, ndërsa Klodi dhe Eliona kishin mbetur vetëm në divanin e madh. Prej ditësh mes tyre kishte diçka të pathënë, një bisedë që të dy e shtynin, por që po rëndonte sigur mbi gjoks. Klodi luante me gishtat, nuk e shikonte drejt në sy. Eliona e ndjente që ai po mblidhte guximin për të folur. Ajo e njihte tashmë ritmin e frymëmarrjes së tij kur ishte nervoz. Duhet ta sqarojmë një gjë, tha ai më në fund, me zë të ulët. Eliona nuk u përgjigj. Vetëm pohoi lehtë me kokë, unë. Të kam thënë diçka këtu brenda dhe nuk dua të duket sikur po luaj me ty, vazhdoi Klodi. Po të mos isha i lidhur jashtë me atë italianen, ne të dy do ishim bashkë. Ta kam thënë me zemër, jo për lojë. Fjalët mbushën hapësirën mes tyre. Eliona ndjeu një therrje të lehtë në stomak. Ajo e kishte pritur këtë bisedë, por kur u bë reale, tingëlloi më e rëndë. Ti më ke dhënë shpresë, Klod, i tha ajo qetë. Më ke dhënë fjalën. Nuk ishin thjesht muhabet e kot. Ai e ngriti kokën dhe e pa drejt. Në sytë e tij kishte pendes, por edhe sinqeritet, e di. Dhe nuk pendohem për atë që ndjej. Por kam një lidhje jashtë. Kam një realitet tjetër atje. Eliona buzëqesh i hidhur. Edhe unë kam një realitet. Familjen time që më shet çdo natë. Më kanë thënë, më mirë të jetë shqiptar, më mirë dikush që e kupton botën tonë. Dhe unë të besova ty, fjala besë qëndroi në ajër si diçka e shenjtë. Klodi u përkul përpara, mbështeti bëryllat mbi gjunjë, nuk kam dashur kurrë të mashtroj. Nëse do isha single, s'do mendoja 2 herë.
Do ishim bashk, këtu dhe jashtë. Eliona ndjeu lotët t'i vinin, por nuk i lejoj të dilnin. Ajo nuk donte të dukej e dobët para kamerave, para ti, para vetes. Problemi është se ti nuk je single, tha me zëmë të fortë. Dhe unë nuk dua të jem vajza që pret në hije. Klodi u ngrit dhe filloi të ecte ngadalë para divanit. Duke i humbur mes dy botëve, asaj që ndjente dhe asaj që kishte lënë jashtë, familja ime gjithashtu pret diçka nga unë, tha ai. Ata e njohin atë vajzën. Ka vite që jemi bashkë. Nuk është e lehtë të presësh gjithçka me thikë. Po as me mua nuk është e drejtë, ja ktheu Eliona. Më afrove, më dhe fjalen, më bëre të mendoj për një ne që ndoshta nuk ekziston kurrë. Heshtje, nga kuzhina u dëgjua zhurma e pjatave, por për ta bota ishte të kurrur në atë divan. Eliona filloi të tregoj se si e kishte përjetuar ajo gjithë këtë afrim, shikimet e vogla, xhelozitë e heshtura, mënyrën si ai e kërkonte me sy sa herë hynte në dhomë. Unë nuk jam vajzë që luaj me ndjenja, tha ajo. Kur ta jap besën, e jap me shpirt. Klodi u ul përsëri pranë saj. Edhe unë njësoj jam rritur. Fjala është fjalë. Prandaj po më vret kjo situatë. Ai i tregoi për netët kur rrinte zgjuar duke menduar si do duke jeta jashtë, a do guxonte të niste nga e para, a do kishte kuraj t'i dilte përballë familjes, traditës, zakoneve. Ti më ke trazuar krejt, pranoi ai. Nuk e prisja. Eliona e pa me butësi. Pavarësisht dhimbjes, nuk mund të urrente. Ndjente se mes tyre kishte diçka të vërtetë, jo thjesht histori për kamera. Unë nuk dua të jem arsyeja që shkatëron jetën e dikujt, tha ajo. Por as nuk dua të më shkatërohet e imja duke pritur një mrekulli. Biseda u zgjat me orë. Ata kujtuan ditën e parë kur ishin afruar, shakat, netët në obor, momentet kur gati ishin kapur për dore dhe ishin tërhequr në sekondën e fundit. Klodi e pranoi, nëse do isha i lirë, do të zgjidhja ty pa frikë, pa kushte. Këto fjalë e prekën Elionën më shumë se çdo deklaratë dashurie. Por njëkohësisht ja bën plagën më të thellë. Faleminderit që ma thua të vërtetën, i tha ajo. Por e vërteta ndonjëherë dhem. Në fund vendosën diçka të heshtë.